Gjeniu që themeloi matematikën që përdorim sot. A e dini se kush e themeloi matematikën moderne? Quhej Al-Khwarizmi dhe ishte një dietar mysliman i shekullit të 8, lindur në Kahrezm, një rajon i Azisë Qendrore, në një kohë kur bota po rimëkëmej, këtu shkëlqente shkenca, kultura dhe dija. Al-Khwarizmi nuk ishte vetëm një matematikan, ai gjithashtu ishte një astronom, një gjeograf dhe një gjeni i vërtet i llogaritjeve. Matematika kishte lindur nga Sumerët shumë vite më parë, por jo si e përdorim sot. Në fakt, me kalimin e kohës filloi që të përdorej edhe në Egjiptin e lashtë. Këtu mjafton që të përmendim dëshminë e papirusit Rind, i vitit 1650 para erës sonë, dhe me kalimin e kohës matematika u përhap edhe në Indi, në Kinë e mandej në Evropë. Por matematika ashtu siç e njohim sot, me numrat që njohim dhe mënyrën e llogaritjeve, ishte fal dietarit Al-Khwarizmi. Ai ishte personi që hodhi themelet e algebrës. Bile duhet të dini që fjala algebër vjen pikërisht nga libri i tij legjendar, Al-Hisab al-Muktafar fi Hisab, Al-Jabr wal-Mukabala, që do të thotë libri i bazuar në llogaritjen përmes restaurimit dhe kompensimit. Pra ky është themeli i algebrës. Fal dietarit Al-Khwarizm, matematika nuk do të kufizojë më vetëm në mbledhje dhe zbritje të thjeshta, por ajo u bë një mjet i fuqishëm për zgjidhjen e problemeve komplekse, matematik që bëri ndërtimin e ekuacioneve dhe kuptimin e botës me saktësi, ashtu siç e njohim sot. Al-Khwarizmi gjithashtu prezantoi në perëndim sistemin vjetor dhe numrat hindu-arab, duke i thënë lamtumir numrave të rëndë dhe të ndërlikuar romak të dikurshëm. Por Al-Khwarizmi hapi edhe rrugën për llogaritje të thjeshta, të qarta dhe universale. Madje për ata që nuk e njohin, fjala algoritëm, pra baza e gjithë informatikës moderne, vjen direkt nga emri i tij, Al-Khwarizm. Si përfundim, pa dietarin Al-Khwarizm nuk do të kishim matematikë moderne sot. Kompjutera, telefona, kriptografi, GPS, internet, apo dhe tërë teknologjinë si që njohim sot. Një njeri i madh me një laps të vogël, që në heshtje revolucionoi botën duke e pushtuar në shekuj, derisa të jetojë njerëzimi. Do t'ju lutesha kush nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe. Ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Kalofshi një ditë bukur. Shumë pak njerëz e njohin emrin e tij, por teknologjia që kemi sot është fal Al-Khwarizmit, algoritmi i vërtet i njeriut. Do të dëshiroja që të shprehni dy fjalë për këtë zotëri, sepse na ka ndihmuar secilin që jeta sot të jetë më e mirë, sepse pa matematikën bota do të ishte shumë ndryshe dhe më pak e zhvilluar. Matematika është themelore për shumë disiplina të aktiviteteve njerëzore, që nga shkenca, teknologjia, deri tek arti dhe gjithë organizimi i jetës së përditshme. Tërë zbulimet dhe shpikjet nuk do të kishin qenë kurrë të mundshme pa të, dhe jeta jon do të ishte shumë më komplekse dhe më pak efikase. Pra, duhet të falenderojmë gjeniun Al-Khwarizm për këtë shpikje madhështore. Pres komentet tuaja dhe ndajeni.